Shqipëria i ka dhënë një goditje të madhe knokautit Serbisë. Pak ditë më parë, përjetuam fitoren më të madhe të viteve të fundit, pasi kuqezinjt fituan në shifrat 0-1 ndaj Serbisë në transfert, një fitore që ndoshta nuk shijoi plotësisht për ne, pasi ishte në tokën tonë, në Leskovac, dhe do të ishte akoma më e bukur nëse do të vinte në mes të Beogradit. Megjithatë mbetet padyshim një prej fitoreve më të mëdha në vitet e fundit dhe historinë e Shqipërisë, teksa fal atyre 3 pikëve, jo vetëm që jemi rikthyer në rrugën e kualifikimit për në botror, por njëkohësisht jemi fare pranë kalimit si vendi i dytë për në fazën e play-offit. Shqipëria do të luajë sot në mbrëmje kundër Andorrës, ndërsa nga ana tjetër Serbia do të përballet kundër Anglisë në transfert. Matematikisht nuk është mbyllur ende asgjë, pasi një pikë e Serbisë kundër Anglisë do të zhvlerësonte fitoren sot të Shqipërisë, që nëse do të ishte minimale kundër Andorrës, atëherë do të ishim më pranë vendit të tretë se sa vendit të dytë. Ajo fitore e madhe e Shqipërisë kundër Serbisë, mund të themi pa frikë se ishte goditja e fundit për armiq tanë të përjetshëm. Koha shtesë ka vënë re një detaj shumë të veçantë, pasi ka parë të gjithë mediat sportive në Serbi. Kur jemi në ditën e ndeshjes Angli-Serbi dhe është treni i fundit për serbët, askush prej mediave serbe nuk po shkruan më për ekipin kombëtar. Kjo është padyshim arritja më e madhe e Shqipërisë, që i ka bërë mediat dhe tifozët në Serbi, që tunë veritet kombëtare e tyre, aq shumë sa vetëm pak orë përpara një ndeshje të madhe si ajo kundër Anglisë, askush nuk është interesuar që të ndjekë më zhvillimet për kombëtaren, që pas asaj humbi me Shqipërinë. Të gjithë janë të zhgënjur në Serbi dhe nuk dëshirojnë më që të lexojnë lajme rreth ekipit të tyre. Nëse futeni në faqen e parë të Kurir, një prej mediave më të mëdha sportive në vend, do të gjeni vetëm një lajm rreth stadiumit të Wembleyt dhe konferencës së trajnerit të ri të Serbisë, ndërsa të gjithë lajmet e tjera janë të dedikuara për basketbollin, për Lionel Mesin dhe çështje të tjera që nuk kanë të bëjnë direkt me ndeshjen Angli-Serbi. Një situatë thuajse e ngjashme paraqitet edhe me Sport Klub, që pavarësisht se ka dërguar një gazetar serb për të ndjekur nga afër zhvillimet në ndeshjen Angli-Serbi, në pasurimin e kësaj media, ashtu si dhe te Kurir, zënë vend më shumë lajmet rreth çështjeve të tjera se sa rreth ekipit kombëtar, duket qartë se askush në Serbi nuk beson se kombëtarët e tyre do të bëjnë një befasi të madhe me Anglisë sot dhe janë të dorëzuar totalisht që pas asaj humbi me Shqipërinë. Shqipëria i bën Serbisë që tu neveritet përfundimisht edhe kombëtarët e tyre. Kjo ishte goditja e dytë, që pas asaj fitore në Leskovac, tani serbët duhet të shikojnë edhe një herë tjetër se si festojnë shqiptarët.